Sot, mes dy jetëve, jemi me leotrimin, themelues i asablit dardanëve dhe një shembull force, sakrifice dhe që çdo ëndër bëhet e mundur me shumë mund edhe pasion. Ka momente kur të tjerët nuk e kuptojnë pse dorëzohesh. Ata shikojnë vetëm ato rezultate që ende nuk janë të përfunduara. Por nuk e shohin kurrë se sa fort qëndron në heshtje. Nuk i shohin netët e pagjunta, kur mendojnë që për hapin tënë të radhës, ata nuk e dinë se si e bën. Sepse ti e di që rritja kërkon kohë, por asnjëherë nuk je i duruar. Nuk janë të duruar ata të presin rezultatin tënd, atë që ti të fiton. Çdo hap i vogël që bën, përgatit për një gjurmë të madhe të nesërme. Një gjurmë shumë e madhe është ajo që të tjerët i lë dhe pa fjalë. Një hyrje ndryshe me leotrimin, një mesazh shumë i bukur që leotrimi na e dha për gjithë neve, por tani për t'u prezantuar akoma më shumë dhe për t'informuar dhe të tjerët, kush është leotrimi dhe cilat janë momente që ne duhet të dimë nga jeta jote, leotrim. Leotrimi është ndryshe edhe tjetë në thrasin edhe leo, e ka ma shumë për qef këto. Një djalë i ri, po e themi vetës e në 3, që një mosh shumë tre ka emigru në Gjermani, me një femiri fillimi në bukur, dikur një fillim të trishtuar, që sot asaj dite mbajmë traumat në vete, por me ëndra shumë të mëdha, të cilat dita ditës po bën realitet edhe për atë punë jemi ardhur këtu, s'po shpalosim gjitha, ngadal. Leotrim, ti je nga ato njerëz që e kanë përjetuar luftën e Kosovës. Do doja shumë në rast se do e kemi për nder të ndash ndoshta ato kujtime dhe momente që mbeten gjallë në kujtesën tënde dhe se si ti e ke përjetuar atë periudhë. Si ka qenë ajo periudhë për ty ose a kemi një moment veçantë që ti do doje ta ndaje me neve? Gerta, lufta e fundit në Kosovë, e le të jetë e fundit. Uroj, gjithmonë. Ka qenë, më thënë, gjëra më e keqe që mund të përjetoj një popull. Ne po shohim çdo ditë lufta të reja, dhe secilën ndodhi që e shoh, më duket se më dhem një pjesë e shpirtit se e di që e kam përjetuar dhon. Më duket që vetëm 5 vitet e para të fëmirisë time i kujtoj të mira. Pak me mungesën e prindrit, babai ka qenë në emigrim, por në fillimin e 6, domethënë të vitit 6, aty ka fillu diçka të errësohet. Ka fillu të errësohet ai qefi, ajo dëshira për të luajtur me fëmijë, me moshatarët e mi. Pas një kohë, unë vetëm sa fillova klasën e parë, domethënë në javën e 2, 3 të klasës parë, më është desh të ndërprej mësimin. Ndrat në mes. Më ndërprej mësimin, klasa e parë për secilin është fillimi i mirë, është fillimi i bardhë, gjithë dëshirojnë. Unë klasën e parë e kam ndërprej. E që është më e keqe asaj që kur mbaroi lufta, u kthym nga vëllezërit tanë shqiptarë të Shqipërisë, unë nuk e gjeta më mësuesin tim. Ai ishte ngrahur në luftë. Lufta ka qenë njëra ndër përjetimet që me të vërtet e themi në një as hasmi nuk e dëshiroj. Sepse janë vujtje që unë si fëmijë nuk i kam ndjerë në ato momente, po tani si prind e di se si ndjen. E di sa të forta, sa të dhimbshme janë. E di si mundet me u ndje dhe çfarë frike mundet me pas një prind kur është në atë kohë lufte për fëmijët e tij. Ka qenë një kohë shumë e keqe, ka qenë një javë ekstrem i keq, kur unë mbi gjitha më është detyruar të ec të lëviz mbi kufomat njerëzve, më është dashur të shoh drejt për drejt, para syve të mi, se si digjet një trupi njeriut. Më është dashur çaj, po nuk e dija edhe pse. Më është dashur çaj se po e shet dikën që po çan. Pa e kuptuar se çfarë mund të jetë. Sot kur i shohim gjitha ato
video incizimi që jam bërë në atë kohë, them me vetë edhe këtë e pas në përjetuar. Po, them drejtën, kam traumat kësaj kohe. A ke tentuar ti shërosh këto trauma ose të kujdesesh që të paktën mos t'jenë gjatë gjithë kohës me ty, që mos t'jenë pengesë në të tashmen dhe në të ardhmen gjithashtu? Fakt, kam tentu, jemi një kohë gjatë edhe e din çfarë njëri pozitiv, mundohem t'ja pozitivitet të këtë tjerët edhe kjo gjë ndoshta ma bën më të lehtë që ta tejkaloj ose të mos mendoj këto gjëra fare, mirë po ndoshta tani këto vitet e fundit, këto 5 vitet e fundit, kjo puna me dashurit madhe që po e bëj tani, më ka bë që unë me u bë me i thonë vetët stop, kjo është e kalume. E dim që historia që harrohet përsëritet, ne nuk e harrojmë, por ne dim se si të mos e kujtojmë. Nga ky moment që ishte një momenti, le të themi, errësira e jetës tënde, si vijoi më pas, pra ëndrat e leotrimit, si vijuan, shkollimi që u la përgjysëm, a vijove në rrugën që ti ishe nisur në fillimet e tua? Vijova prapë mësimin, e thash edhe më parë, pa mësuesin tim dashur. E kam pas edhe një poezi në fillimet e mia të shkollës fillore ku thuhet, atëherë ka qenë në kohë më përpara kur ikshin në Turqi, patikur mësuesi im në Turqi unë abetare në larga me lot. Në zemër më hyri fytyra e tij dhe nuk më hiqi ta ditë sot. I vogël isha atëherë, pak dija. Jeta më duket lojë dëfrim, po nga do që shkoja, ku do që vija, shija fytyrën e mësuesit tim. Them drejtën, Hygerta, kjo mungesa e mësuesit tim edhe pse për një kohë shumë shkurt, nuk kam pasur shumë kohë gjatë që ta njeh, mirë po vetë ai mendimi që mësuesi nuk jeton më, e unë tash duhet të ndroj mësuesin, më ka përcjell në gjithë shkollën fillore. Mirë po, gjitha e mire, në gjithë këtë keqe, një e mirë që ndoshta jemi rrit, kemi përfunduar shkollën fillore me atë mendimin që mësuesi ynë na sheh nga lart, duhet jemi më të mirët. Kjo na ka bë që të jemi sot ku jemi, kem vazhdu shkollimin, patjetër, ëndrat e mia që tani po i realizohen dita ditës, ka qenë që nga fillimi. Kam fillu, domethënë prej moshës 7 vjeçare, 8 vjeçare që të vallëzoj në ansamblin e fshatit tim atje. Sot kemi dhe ansamblin këtu, në mes Gjermanisë. Sot e kemi në mesin e Gjermanisë. Faleminderit. Pra, pastaj kam viju studimet, shkollën e lartë, studimet, kam studiuar për arkitekturë, dhe dashuria më pruri këtu. Kur ngelim tek dashuria, gjithmonë një nga anët dhe pikët e tua më të forta është familja, bashortja, fëmijët e tu, si nisi njofja dhe si ishte mbështetja e familjes në këtë faza, që nga emigrimi dhe më pas? Familja, vetë për emrit është diçka e shenjtë. Ndoshta me një moshë të re, unë 24 vjeç jam bërë baba, po tani ju them gjithë atyre të rive që shumë më mirë me u bë më të ri prindër, sepse ja u din edhe e bëni më shok, shoqe, fëmijët e tu. Jem taku, të flas veç shkurt, jem taku në Kosovë, në pushimet e grusim, gruaja është rritur këtu. Në pushimet e saj jemi taku, lidhje jo shoku, shoqja, diçka, edhe jemi taku rastësisht veç për të pi kafe. Domethënë si të dashurin shikim parë. Pastaj lutje, si edhe e keni zakon ju, duhet me ju lut pak si shumë. Jo, ne nuk e kemi zakon, tani është, le të themi, një indicje për të krijuar diçka më të mirë në të ardhmen. Mirë po, ajo lutje ka vlet, unë sot jam njëri më i lumtur në botë që unë kam një gru, jo vetëm që e kam bashkëshorta, ata e kam shoqe të jetës, ata e kam edhe mike, e kam, domethënë, japim e marrim për njëri tjetrit deri në pikën e fundit gjithçka.
Dhe ne e përshëndesim shumë dhe uroj që t'ju shoh gjithmonë kështu në Faleminderit këtë shumë. kornizë. Leotrim, po vendimi për të ardhur në Gjermani si ishte? Pra ishte një hap i madh, ti le pas gjithçka. Çfarë të shtyu ty ta merrje këtë vendim për të emigruar? Shiko, e kemi dëshmitar, ty të kara me e njoft, po edhe kur takohemi herën tjetër, ja bëjmë të njëjtën pyetje, unë kam pyet shumë herë që ktheu këtu e tjetojmë këtu. Nuk du t'jem si shumica që thënë, unë s'ka marrë këtu për letra, jo, kam marrë për ime për dashni. Vendimi u kanë, them drejtën, është shumë i vështirë për mua ka qenë. Unë përveç që kam qenë studime, kam qenë gjithashtu i angazhuar në aktivitetet që dhe sot i bëj, dhe për mua ka qenë me të vërtetë shumë vështirë. Pastaj përveç aktiviteteve shkollës time, ka qenë edhe vështirë për prindër mi që unë ti la atje që sa herë që të shkoj në pushim, kur të përshëndetëm me nonën, duhet me i thanë, falë ma mungesën, mam. Është një diçka që kur njeri nuk e donë vetë me jetu lakë prindëve ti. Edhe shpesh herë kur e them, i thonë, pse s'po kthehesh pra? Është një gjë shumë e kollajshme të pyesësh pse s'po kthehesh. Por nuk futën brendësinë tënde dhe vuajtje që ti kalon. Është e vërtetë. Ose dyzimin që ne kemi për çfarë lëm dhe është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë edhe ajo pjesa ku për atë momenti që ne jemi këtu, jeta më e mirë është atje për ata. Ndoshta ajo e pakta që ne mund të bëjmë t'ju mundson një jetë më të mirë. Shqyqyr Zotit tash edhe e kemi që kanë dalë, janë hequr vizat, Shqipëri pak më herët, e tek ne pak më vonë, po vinë më shpesh. Vinë më shpesh, i shohim më shpesh. Na shikojnë dhe si jemi gjithashtu se edhe merakull tyre absolut është gjithmonë i madh. Them drejtën, nuk ka që intereson shumë për mua, po intereson për mbesat, për dvezhlit. Je ja shloje tani. Po unë jam rrit, jam pjek, jam formu si njeri atje. Edhe sa herë që shkoj, mu më duket sikur jam ai fëmiu i vogël që vrapon pas bukës nonës, pas erës nonës, pas prenit nonës. Është një shtrejtësi që s'koqme. Leotrim, shumë njerëz shikojnë suksesin, por nuk shikojnë rrugët që një individ kalon dhe ndjek. Dhe unë dua të pyes se për mua je një nga shqiptarët e suksesshëm këtu dhe që ka realizuar çdo ëndër që ne paktën në aq sa ne dim dhe jemi të informuar, por do doja shumë të dija dhe rrugët. Pra sa e vështirë ka qenë kjo pjesë, të jesh në këtë fazë që ti je tani dhe sfidat që ti ke kaluar. Faleminderit shumë që prune në këtë pikë ku jo me shumë dëshirë kisha pas me i të regu, nuk kisha pas kur dëshirë me i të regu më vështirësit. E sidomos kur të vinë vështirësit nga aty ku nuk e pret. Askush nuk dëshiron të tregoj vështirësitë të rrugës ose të tregoj pengesat që kanë dalë në rrugës për një diçka që e don kombi, për një diçka që pa përfitime personale të paktën. Pengesat kemi pas, shikoj, ansambli jonë është themelu para 3 vite, gati po bën para 3 vite edhe besëm që rrugët deri këtu, deri në këtë sukses ku e kemi sot ne, kanë qenë shpesh herë me stopat të mba, me ndalesat të mba, ku ka pas edhe momente ku jemi dëshpru, kemi thënë që ndoshta nuk ja vlejmë për kanë po e bëjmë këta. Po të njëjtën kohë kur e kthejmë në anën tjetër kur unë e shoh fëmijën tim me veshje kombëtare kur e shoh dëshirën, qefin e madh që ta përfaqëson vendin e vet edhe ta trashëgon kulturën tonë, është një diçka shumë e madhe. Hyget, them drejtën, ne që sa vite jemi si grup, ndihmat kanë qenë pakta. Të pakta. Mund ta përmendim edhe këtë pjesë. Kanë qenë shumë të pakta, duke marrë parasysh që jetojmë në një vend edhe në një republikë të Gjermanisë ku veç bizneset shqiptare jehojnë këtu, kanë jehon shumë të madhe. Në një vend ku shqiptarët janë roli kryesor i gjithçkaje që rrotullohet këtu, edhe të thuhet që
nuk kemi mbështetje, nuk po flas për gjithë, kemi mbështetje kohën e fundit, po flas në përgjithësi për rrugën që e kemi pas. Gjëja më e keqe është kur ke shku të kërkosh ndihmë dhe përgjigjja që është kthyer shumë është e papritshme. Nuk kem kohë për kësi gjana. Pse mendon që vjen kjo? Pra është ndoshta mungesa e dëshirës për të parë një individ tjetër ose le të themi një grupim më mirë? Apo thjesht nuk dua ta mendoj këtë. Nuk dua se kjo do ishte më e keqe e mundshme. Nuk dua që të mendoj se kjo është e vërtetë, nuk dua që të mendoj se kjo ose me një farë mënyrë xhelozia pa dëshira për të pa dikë tjetër më lart, për të pa dikë tjetër, edhe pse biznes nuk është ky joni. Absolute. Edhe unë them drejtën, jam mundu për një kohë shumë gjatë të shikoj edhe të mundohem të gjej arsye, po arsyeja s'po them që nuk është gjetë, po nuk kam dashur me i pranu ato arsye që i kam gjetë unë te vetja ime, sepse nuk kam dashur me ndihmu. Ne e përfaqësojmë vendin tonë. Në rrjetet sociale jemi shumë adhetar. Në rrjetet sociale për praktika dhe teoria. Po, pra, rrjetet sociale jemi më të mirët për gjithëve. Nëse një shtet i huaj neve na shikon rrjetet sociale, ata thonë që nuk ka atë dhe dashës më të mëdha si shqiptarët. Ndoshta mund të jem shembulli, unë e them shembulli më i mirë në këtë rast për t'treguar se kjo në fakt për sa kemi pa ne nuk ma jep atë ndjenjen. Nuk ma jep atë ndjenjen që shqiptarët e dojnë traditën e tyre, edhe pse ansambli Dardanët ka qenë edhe mbetet ajo pika kryesore në mërgim ku shfaqen traditat tona. Po unë, kur jam njohur me leotrimin, që për mua ka qenë një nga momentet duhet të organizoja një aktivitet, bëj fjalë 200-300 shqiptar dhe nuk kisha kom dispozicion, dhe doja një element shqipfolës ose një element nga tradita jonë që ne ta pasqyronim. Dhe ti je i vetmi individ, ose i vetmi grupim, se nuk mund të lëm pa përmendur dhe anëtarët e tjerë absolute, që më jeni përgjigjur pas dite dhe më keni thënë, ne do vim pas një kosto, pas një tarif të jush, mjafton që ne të kërcejmë shqip. Dhe ashtu keni bërë, pra në 28 nëntor, ti ke qenë në aktivitetin tim në Esën, duke pasqyruar traditat tona, dhe ke qëndruar dhe deri në fund vetëm e vetëm për identitetin tonë shqip. Shiko, unë këtu publikisht edhe duhet me thamë faleminderit shumë se ju keni qenë, ti ke qenë dera jonë e parë. Ishte dhe fati që në aktivitetin në përputhje me krimin. Pa tjetër është fati, po fatin e bëjmë njerëzit, e bëjmë edhe ne, dhe më thënë, asaj i hapim rrugë fatit edhe ne. Kështu që dera jonë e parë që është dera e parë për ne që është hapësh prej teje. Dhe paraqitja jonë e parë, gjithçka mund të harrohet, gjithçka mund të mos kujtohet, po paraqitja e parë asnjëherë. Mbetet gjithmonë. Mbetet gjithmonë dhe për asaj dite sot shqyqër Zotit, ne kemi një kontakt shumë të shëndosh dhe do vazhdoj kështu. Jemi për njëri tjetrin patjetër, jemi për njëri tjetrin gjithmonë aty, po shpresojmë edhe me projekte të reja, kështu që absolut. Këto do ngelën surprizë, nuk do t'i tregojmë akoma, por që pritën akoma shumë. Pritën shumë, kemi punë shumë, po ta shoh se çfarë punë pyet mua, që mos t'i them gjitha. Pjesa që unë do doja ti ndaje me neve është dhe pjesa e suksesit. Pra, po flasim një nga grupimet më të mëdhaja, jeni kudo në gjithë Gjermaninë të njohur, jeni pika kyçe dhe kontakti i parë për veprimtarinë që ju ushtroni, sa vështirë ka qenë për ty si drejtues i grupit ta mbaje në grupimin pra që ti ke krijuar, dhe a ke pasur problematika gjatë kësaj pjesës së organizimit dhe veprimtarisë që ju keni bërë? Them drejtën, e lehtë nuk ka qenë e lehtë rruga, edhe pse ka qenë dëshira e madhe. Dëshira ka qenë gjigante, që atë punë që e bëj me shumë dëshirë, me qef më të madh, ta japim diku, ta shohin ata se çfarë pune po bëjmë ne. Rruga për si drejtues i gjithë kësaj për paraqitjet tona skenike, kudo që kemi pasur, kemi qenë të ftuar, besojmë që nuk është edhe çaq e lehtë
me mbledh një grup të ri, mbi 30 veta, edhe me ushtru vallën shqipe, shumica janë lindë dhe janë rritë këtu. Edhe unë thash në fillim kur u takom, thash ata shumica kanë edhe hobi. Edhe nëse ti i thu që në këtë ditë je këtu, edhe ati për një diçka të vogël nuk i bëhet, thot. E kam hobi, kur mundem, kur nuk mundem. Po. Por, them drejtën, unë jam me të vërtet i manitun për dëshirën për të vallëzu të rive këtu. Kanë shumë dëshirë edhe tani në këtë kohë nuk është problem shumë i madh. Më herët ka qenë problem duke mendu që ka qenë edhe ajo nguresa që po nguroj dal me veshje kombëtare të paraqitem diku të jap një program. E kam pas problem derisa ta bëjmë atë kokën kryesore të grupit, që për fat të mirë e kam. Dhe sot e kam punën shumë atlet, sot e kam punën shumë çdo gjë, si them, nuk duhet jem sa më modest i mundshëm, po domethënë ka shumë prej punëve të grupit që bëhen, ku unë ndoshta vetëm duhet me dhënë një farë mënyrë përgjigjen tëmë përfundimtare, për ndryshe punojnë grupi organizativ maksimum që... Në mënyrë mrekullueshme. E keni pa dhe vetë, vazhdojnë edhe të shihet, edhe tani muj me thanë që jo, nuk është e vështirë me punu me 33 jetë këto. Rjeutrim, në rast se për ty do jetë e mundur, absolute. Unë di disa nga planet që keni në të ardhme, pra disa përfaqësime që i kalojnë kufijt, jo vetëm Gjermaninë, po edhe Europën. A do dojet i vlaje me neve? Ku do e shohim shumë shpejt ansamblin? Ansamblin do e shohim, Dardanët janë të ftuar si nga trojet tona shqiptare, duke fillu prej festivaleve Shqipëri, Kosovë e Maqedoni, me kërkesën e FIDAF Kosova për të përfaqësuar Kosovën në Kore. Kështu që kjo është ndoshta ajo që vlen më shumë cekët, jo pse këto të tjerat nuk vlen cekën, mirë po, si ja the edhe ti, pak përtej kufive, përtej oqeanit, t'jemi atje për të përfaqësuar vendin tonë. Është nder, është privilegji janë për neve shumë që t'jemi ne të përzgjedhur në mesin e shumë ansambleve si në Kosovë, si Shqipëri, si në Kosovë që e dim se ka shumë atje, t'jemi ne të përzgjedhur për të përfaqësuar shtetin ton atje. Kështu që është ky ndoshta një projekt më madhor që na jep përgjegjësi më të madhe për të përfaqësuar shtetin ton, përndryshe koncertet tona, festivalet që mbahen brenda dhe jashtë vendit. Në Gjermani jemi, domethënë, këtë vit gjithashtu edhe ahenget tonë familjare që bëjmë këtu, e dim ne këto. Legzimet, absolute. Po, patjetër i kemi këto shumë. Kjo është tradita më me verë që vijon në çdo vit. Gjithashtu duke bashkëpunuar edhe me konsulatën e Kosovës në Düsseldorf, gjithashtu konsulatën e Kosovës edhe të Shqipërisë në Hag të Hollandës, atje jemi prapë në shtator në festivalin e ambasadave, jemi... Që vlen për të përmendur në fakt Rjeutrim, më fal, janë ndër të paktat përfaqësitë diplomatike, flasim për ne emigrantët që ne kemi shumë të nevojshëm, dhe ju shqiptarët e Kosovës jeni shumë e patë, domethënë që juve ju përgjigjen në 24/24. Domethënë më ka habitur kjo pjesë, në krahasim me përfaqësitë diplomatike shqiptare, ju keni një mbështetje shumë të madhe nga konsulata në Düsseldorf. Konsulata e Düsseldorfit, në krye me Behar Ismen, me konsulin Behar Isma, ka rënë rasti të takoj 2 konsul tjerë para ti, edhe më thënë gjithmonë e kemi pas një mbështetje, mirë po them drejtën, nuk dua të bëj dallime sepse edhe po Behar Isma është njëri prej atyre që ja din vlerën më shumë artit, din ta vlerësoj në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe është e pamundshme të mos jemi aty ku na do vendi. Edhe ku e sheh zoti Isma që ne duhet jemi aty, ai është i pari që na fton. Të mos harrojmë, gjithashtu është ambasada e Shqipërisë dhe e Kosovës në
Haag. Ata janë gjithmonë bashkë me neve, janë gjithmonë pranë neve në festivalet që ata bëjmë në çdo organizim që e kanë atje. Përfaqësojmë vendet tona. 2 vitet e fundit kemi përfaqësuar shtetet tona të dyja të bashkë, që ka qenë njëra prej gëzimeve më të mëdha kur ne është shkruar emri jon që përfaqësojmë Kosovën dhe Shqipërinë dhe s'ka më mirë. Nuk ka më mirë. Në aktivitet dhe në tradit. Ne vetëm emrat na ndajnë. Vetëm emrat na ndajnë sepse ajo është diskurs shumë i gjatë që nuk do na mjaftonin orë. Jo, nuk kemi nevojë ne me diskutu. Unë mendoj që kjo ndasi është më shumë çështje ndjenje, çështje emocioni, kështu që ndjenja emocioni sado që të pyetesh nuk mund ta nxjerrësh jashtë ashtu si don, kështu që më mirë është ta te kalojmë këtë gjë. Do doja të bënim dhe diçka ndryshe. Fëmijët e tu, në rast se do ta shikojnë këtë intervistë në një moment tjetër qoftë këtë fazë ose kur triten, a do doje të lije një mesazh force për gjithë vështirësi që ti ke kaluar si fëmijë, që ato ti motivojnë në të ardhmen? Do ishte një kujtim që do ishte shumë i bukur për partnerin dhe për fëmijët gjithashtu. Nuk e di pse stepem këtu. Se është pika e dobët e çdo njeriu, absolute. Stepem kur e mendoj që unë nuk dua të gaboj. Nuk dua të gaboj, se kjo çka unë them tani është një diçka e regjistruar që thuhet edhe ruhet. Një gjë dua ta them që fëmijët e mi kanë krahë gjithmonë prindin. Kanë krahë gjithmonë babën. Fëmijët e mi nëse veç 1% të vogël kanë ju rreth zemra shqip. Unë do të bëj pamundur që ta plotësoj atë përqindjen që të jetë 100% shqip. Unë ju them gjithë atyre të rive që pa marrë parasysh vendit ku jetoni, pa marrë parasysh dallgët e jetës se çfarë pune ju drejtojnë. Shkolla juaja është primare, mirë po mos harrojmë rënjët tona. Mos harrojmë rënjët tona sepse po i harrum këto, atëherë harrohet historia, harrohen gjithçka. Të bëjmë tifo një herë për veten tonë, të bëjmë tifo për rënjët që i kemi, të bëjmë tifo për atë që neve na përcakton si shqiptar, e pastaj të marrim vendime të jetës, që gjëja është normale që secilit ka drejtimin e vet, hobin e vet, fokusin e vet në jetë, po ti je shqiptar, nuk e ka fatin çdo njeri që është shqiptar, kështu që shqiptar me u kanë është fat shumë i madh. Leutrim, për ta përmbyllur, unë do doja një mesazh nga ti për gjithë ato njerëz që janë atë udhkryqjen që ndoshta mund të kenë hequr dorë nga ëndrat ose po hasin vështirësi në jetën e tyre, duke qenë që ti je një shembull force, sakrifice dhe arritjesh, çfarë do doje t'ju thoje? Çdo herë kur është që një derë po të mbyllet, diku tjetër është filluar të hapet. Asnjëherë mos mendo që jeta është treguar pa drejt me ty. Je tregu ti pa drejt në rrugën ku ke jetë. Ndoshta shpesh herë është shumë e nevojshme një ndryshim kahje që të shohësh dritën. Sepse gjithmonë thonë fund tunelit ka dritë, po nuk e dim se sa i gjatë është tuneli. Vazhdo të ecësh. Po që se u ndalove, nuk e di kur se sa afër e kishe dritën. Leutrim, unë falenderoj shumë. Është gjithmonë kënaqësi dhe shpresoj t'ju shikoj sa më të arrirë dhe kudo duke na përfaqësuar, jam e sigurt që do jetë gjithmonë dinjitoze dhe shpresoj shumë që edhe shoqëria shqiptare, pra komuniteti shqiptar, të jetë sa më mbështetër, sepse vërtet e meritoni për gjithçka çfarë ju bëni dhe çfarë paraqisni tek neve. Faleminderit shumë, Virta. Për ne, për mua personalisht edhe për ne si ansambël, kjo është një mundësi shumë e madhe. Është një mundësi shumë e mirë. Ne para se me hy këtu e diskutuam edhe gjithë ato ndodhi tona se jemi gjithmonë është rruga, jeta është një karvan që çdo ku ka ulje ngritje. Mund vjen shumë mirë që në këtë shkollën tonë dardhane, mësimet që ne japim, dikur munden me u bdok shumë për ta, po ka filluar që të marrin këto mësime tona, të shfrytëzojnë edhe të mendojnë që të bëjnë konkurrencë bashkë me neve, mirë po konkurenca
kur është në pyetje, tradita nuk vlen. Ne e kemi zemrën e hapur për të gjithë, e si shqiptarë që jemi tradit, kur konkurrencë nuk kemi pa. Mu po m'jen shumë mirë që kam pa si lloj shkolle ansamblin Dardanët për të marrë rrugën edhe për ta treguar vetë besimin që e kanë. Për mua është një gjë shumë e mirë që vazhdojnë edhe rriten grupet. Ka shumë grupe sot mo që janë bë edhe janë duke u zhvillu për traditat tona, është një gjë shumë plus për ne. Të jap një mesazh që nuk mundesh ta mposhtësh kurrë një mësues që është në mësim. Domethënë ky është mësimi më i madh që kanë dhënë në jetën time. Çfarë do të ndodhi, nuk mundesh dot kurrë ta mposhtësh dikë që mëson çdo ditë dhe përpiqesh çdo ditë siç bën ti bashkë me ekipin tënd. Faleminderit shumë Hyriet, më lejo më thënë faleminderit shumë për këtë kohën që e ke dhënë për mua, edhe për neve si grup. Unë jam shumë i lumtur, si çdo herë, po edhe sot që jam bashkë me ty. Dhe do jemi edhe në shumë evente të tjera, aktivitete të tjera, që do i paraqisim patjetër mes dy jetë dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, kështu që do të jemi prapë herën tjetër që të shpalosim edhe projektet tona të ardhshme. Të kemi edhe diçka tjetër për projektin, për podcastin tjetër, pse jo? Po, patjetër, nuk mund t'i themi gjitha. Faleminderit Leotrim. Faleminderit ty.